Në një nga bisedat më të sinqerta dhe të qeta brenda shtëpisë së Big Brother Albania, një moment i veçantë u zhvillua kur Klodiani u pyet nga banorët për ëndrat dhe aspiratat e tij për të ardhmen. Në një ambient ku shpesh dominojnë strategjitë, debatet dhe lojrat psikologjike, Klodi zgjodhi të flasë me hapësirë, pa maska dhe pa frikë, duke treguar një tjetër anë të karakterit të tij. Vizionin dhe ambicien për të ndërtuar diçka reale dhe të qëndrueshme. Kur ju drejtua pyetjes, ai nuk e nisi përgjigjen me fjalë të thjeshta apo deklarata boshe, por me një mendim të qartë dhe të matur: dua të bëhem biznesmen. Ishte një përgjigje që shprehte jo vetëm dëshirën për sukses financiar, por edhe nevojën për të krijuar diçka të veten, për të marrë përgjegjësinë për fatin e tij dhe për të ndërtuar një rrugë të sigurt në jetë. Për Klodin, të bëhesh biznesmen nuk ishte thjesht një titull apo pozicion, por një mënyrë për të treguar që mund të jesh shembull për të tjerët, duke e bërë realitet atë që premton dhe duke dhënë rezultate konkrete. Ai e theksoi rëndësinë e veprimit mbi fjalët: dua të jem shembull, jo me fjalë, por me rezultate. Ky moment zbuloi diçka thelbësore për publikun dhe banorët e tjerë, se Klodi nuk kërkon vëmendje për të treguar se kush është, por dëshiron të punojë, të krijojë dhe të tregojë përmes veprave të tij. Ishte një shprehje e pjekurisë, e fokusit dhe e vizionit të një njeriu që nuk lëviz vetëm me emocione të çastit, por me një plan të qartë për të ardhmen. Banorët e tjerë e dëgjuan me vëmendje, disa me admirim, disa me habi, sepse nuk është e zakonshme të dëgjosh brenda shtëpisë së Big Brother një përgjigje kaq të qartë dhe të fokusuar në qëllime afatgjata. Fjala e Klodit përputhej me prezencën e tij, i matur, i vendosur, me një energji që nuk kërkon konfirmim, por që ndjehet në çdo lëvizje dhe qëndrim të tij. Ky moment nuk ishte thjesht një deklaratë personale, por edhe një mësim për publikun dhe banorët e tjerë, se ëndrat nuk realizohen vetë,